Por ti nga ishe? Ku? Se ti ishe për pushime, ku ti gjë, një kleine Ausflug ishe. Kisha një punë. Punë. Ishe Po të Giro, jo, Giro në Itali. Giro. Ku ishe? Fundjavë. Më na tregon Në çik Itali, çef. Fundjavë. Stafton për kafe, çfarë? Po nuk isha shumë lart te Trieste ishim. A më keq akoma? Ja zek. Ja zek të shoh. Po, Si ishte ti Trieste? një fundjavë. Bukur shumë. Mirë ishte, po kishte çiksi shumë erë. Është njohur Kishte Trieste shumë për erë. erë. Ose siç i thon ata. A erë kështu si në Berlin, Si që nga në Berlin. bora. Po, jo stink. Jo stink, jo. Vin. Të merrte me vetë të. Po. Mbaje gurën për xhepa. Është e njohur. E di Po ishte bukur, ishte di shumë. pse Si mbyllëtaret ata. Kishte një lloj kështu si aroma austriake. Ka pas shumë ndikim nga Habsburgët. ka pas. Ka. Po, edhe e ndjer më shumë Kote mori italiane, gjithsesi, po po që them, duke i ngelin dorë duket. Nes. Më ndiem Tem delikate, sa si Italia. Tem delikate në ndjeshme për italianë dhe italianët, por Po çka kishte ndonjë gjë interesante? Çfarë mund të bëj robi atje? shumë gjëra. Kishte kështjella për të parë. Kishte edhe vjetra shumë. Ishte në Miramar. Kishat vjetra. Shkove në Miramar. Miramare, po. Po, Kështjella Miramare, si ka qenë një princ austriak më duket. Mhm. Kështjella shumë e bukur, anas detit. Po. Qyteti ishte interesant. Po për çfarë njifet ato? Për erën pra. Për shumë. Po e morën vesh për erën. Në fakt Trieste është një portet më të rëndësishme europiane, ç'është e drejta. Vërtet është. Edhe Se përdornin edhe ata kinezët shumë. Mhm. Edhe historikisht ka qenë edhe Po dhe Austro-Hungaria e përdorte si port. Po, deri po, në atë kohë. po. Jo, ishte interesant. Edhe aty është një bashkim kulturash edhe gjërash ndodhirash interesante në qytet. Ke qenë ti? Po. Është disa herë. Mirë, na, Mirë, bëjmë thjesht unë po mendojmë ta shes për ata që dëgjojnë valla. Ç'a bën Robin Trieste? Është shumë e mirë. Ushqim italian. Ushqim italian. Ushqim, pizza, pasta, pizza, prosciutto, gjithë. Po ti kishe futurimin direkt nga Merajeve. Po, direkt për Trieste. Madje ishte aeroporti nuk ishte tam Trieste, ishte më këtej nga Veneto. Ishte Dyeste. Ishte Dyeste. Dyeste ne e trenin për Trieste. Po direkt ishte më shumë afër, jo, diku ndërmjet Venecias edhe Po e di sepse unë kam nga shtëpia ime për shembull është me tren, ku ndalon treni, se ndalesa e trenit të lëtë aeroporti është 1 orë me tren nga shtëpia ime. Po. Është si vesh në Brandenburg gati. Të këshilloj ta bësh buçi. Sa ka bilet? Lirë 50-60 euro. Ai dialli. Nuk e pa, nuk ishte shumë. Sepse je jashtë sezonit, nuk je në verë, do të jetë shumë. Shumë si në Goric tash me erë kantier. Erë dhe ti unë dua në një vend që të rish të shtriqesh ti. Po diam, Të shtriç kocka. Po tash të mbledh. Dimër je tani, ku do vesh, nuk e çfarë të bësh. Në dimër do mbledhesh në shtëpi ose do ish në Tajland. Më thënë, po them Tajland tash. Dale, edhe 2 muaj, pastaj do ikim. Tajlanda ka rreziqet e vet. Pse kena i plan rreziqet ka? Po, kena i plan, po ku? Tajland. Për Tajland. Do ti që Shi. Kur do vesh? Çfarë rreziqi? Dale, se na besoj që ka rreziqe. Po normal që ka rreziqe, varet ti do shkosh me shoqen. Ua, di çfarë rreziqesh ka. Do shkosh me shoqen apo do shkosh vetëm? Unë s'e kuptoj se e bën këtë pyetje. Nuk është rreziku. Me shoqen. Tu është gabimi. Më them, sepse Tajlanda është për të shijuar me shokët, jo me shoqen. Më them me kundërta, që me shoqen je i sigurt se je me shoqen. Po kur je vetëm është problemi. Sepse shkon ti për qef. Në Tajland do bësh çik qef me çunat, domethënë, vetëm aty do shijosh. Edhe nuk e di çfarë del. Thaj kolegu im te puna, çdo gjë si për 1-6. Shkon për fëmë e shikon vazë mollën e Adamit tu. Po shikon, tash shikoj të dallosh nga molla bjerë këtu. Mos e dallon nga sa. E rreziku madh ai. Do të bullet. Po për ndaj plazh, për ndaj po do ikin në punë, një mango, me ndaj vargje. Por që kam dëgjuar fjalë të mira, kam pasur njerëz të njohur që kanë qenë në Tiranë, më kanë thënë shumë fjalë të mira për ushqimin, për çdo gjë. Vetëm gjë që kushton aty është fluturimi, çdo gjë tjetër është super ekonomik. Tashi, unë nuk jam racist, por
Fjalit shumë filloj. Plak, unë mendoj që ne jetojmë në kontinentin më të mirë, o plak. Çdo më thënë më të mirë. Domethënë, unë vajte në Tajland seriozisht po e bëj si nder më shumë. Nëse dua të Po bën kashillok. Po. Unë nuk kam domethënë, nëse unë do të dilja jashtë Evropës, e them hapur këtë, mund të ndilloj ignorante sa duash, domethënë, po që dëshirë për të parë do kisha në fakt historikisht Afrikën e Veriut, po shumica janë shyer, janë prishur nga mos recent events, kështu që nuk kam gjëra për të parë. Ne pra Maroko, Egjipti ka, s'kemë gjë tjetër. Jo, ke dhe Algjeria, Maroku. Interesi kisha unë për të parë ishte për Maroku shumë i bukur. Në Amerikën qendrore dhe latine. Aty ose Amerika e Jugut dhe qendrore. Domethënë për to do kisha interes. Peru, Në Kolumbi takojmë në një kushë në gjë. Po që Në Guayaquil. Ideja është që mua këto më pëlqejnë më shumë valla se sa kjo kaosi që në fakt është dhe si stampa e Azisë, domethënë kaosi, këto motora, gjëra tricikla, e kupton, gjëra nuk e kaos ti në Po mirë, tani në Guayaquil në Latinis, në Honduras në këto çfarë. Ti mos e vetë favela, valla. Tani unë po them vetëm qytet, valla, vetësh në përvende. Kurse tani unë kisha një shok të përbashkët që ishte edhe në Indi, domethënë që ishte edhe në lagjet më prominente ishte kaos plak, e kupton? Si India është muhabet tjetër. Jo, India është për postulajtë që është në drejta. India dhe Brazili janë. Sidomos nga ca video i shikoj nëpër Instagram e kështu nuk e di, pas na shkohet shumë në Indi. Na e kam prish. Nuk bëj publicitet mirë. Nuk shkoj asnjëherë në Indi, lekët që do shpenzoj për biletë gjermane, lekët që do shpenzoj për biletët mi kam dërguar një fondacioni shampo. Ç'to më thon? Që të lajmë. Shampo dhe maska. Tani ku gjon dorashka, Pampers. Nese, pa për çështje. Suksesi më i madh i Indis, më shok, ka qenë banja. Analim loja, Analim loja, okay, vazhdojmë. Nuk quhet shumë e trishtë. Duan ta përmirësojnë dhe më keq nuk bëhet. Statistika për atë është për i bret, po ata ka një statistikë tjetër që ka qenë akoma më keq se sa ajo që thua ti, që ka qenë banjat publike. Domethënë praktikisht në Indi, tash unë nuk do pyes një feministe kush është më keq banja publike apo remi, po që unë s'e kuptoj. Në Indi e kanë shumë të thjeshtë që të ulet në mes një rruge kryesore ku është plot me kallabllëk. Ai tipi që ka nevojë të bëjë ato gjërat e veta, të ndalojnë në çast, të bëjë bën aty. Edhe bën aty dhe vazhdon. Allah, lirohet. Vazhdon punën, nuk është indiani që këtë qend. Edhe imagjino ti se sa të kanë ata kur e shkeli, kupton? E ulet dhe vazhdon punën. Po, edhe kjo ka qenë një problem i madh i theksuar në Indi. Domethënë problemi aty është, ta thënë shqip, higjiena publike dhe jashtëqitjet që janë gjithandej. Unë kam dëgjuar se kur bënin komedianët çka kanë bërë investim. Po, kanë bërë investim edhe kanë bërë shumë banjo publike. India ka qenë vendi që ka ndërtuar më shumë banjo publike në të gjithë globin. Bravo India. Bravo. Thuhet ndryshe reforma e mutit. Jo. Edhe imagjino që çdo vend ka bukën e vet. Po imagjino që nga muti mund të lindi lulja nga muti. Tempullin e Mive. Se ç'a tempulli? Se ke parë ndonjë? Më fal, Tempullin e Mive. Për te asaj po muti solli dhe sepse zhvillim dhe biznes. Sepse muti ka bërë miliarderin e parë në Indi. Domethënë ky tipi që ishte biznesmen kur u fut biznesi të banjave publike, u bë miliarder. Edhe flasim për Bitcoin, po ai Kështu që mos paragjykoni. Jo. Higjiena publike është shumë e rëndësishme. Ikni në shkollë ju budallë. Vazhdo të mësoni kod aty, kur mund të merreni me ndërtim banjash publike, çë spektakli. Ore unë them prapë çdo vend ka të bukën e vet, përveç Indis. India ka banja publike. India ka banja. Kështu është. Imagjino plak. Po që kanë ata jo minje, jo më do ngrosh ti këtë. Do nxesh, do ngrosh çfarë bësh. Do bëjmë një gjë sa ose shtyhet poshtë. Ku e ke atë me çfarë hapet?
Ora, E zhyte. me çaj hapa unë e zyta. E zhyte seriozisht. Për të ditur. Si e qytet? E zyta. E qytet ku? Po. Ska i mos e. Po ku vajti? Ku, shikon. Vajti Ti shpejt. valla. Po leje mos e vrit më. Po Po sa fuqi pas ka pas, unë se kisha shtyr asnjëra, po jo më plakë pa ka me gaz. Kjo mbaroi, a? Ajo mbaroi, Jo. ashtu një Ajo ishte përcent me shiko. Do keq kuptohesh tonë gjë se tapeti u bë si një push. Do them që çava këmbën. Jo, është i papastër sot. Na ka ardhur i papastër. Duhet të kishim dalë në dhoma të tjera siç e kanë arabët. Në këtë pjesë të muajit ti duhet të jesh i izoluar. Mos e vrit se shive këtu si. Po jo, pse nuk na ska. Mirë, shumë mirë. Shiko. Edi Rama do thoshte është një pikturë shumë e bukur, po ti vesh që ka Nuk kam vratë që bëjnë indianët, shkape. E di. Po mirë tani. Për Për të mos të ndjem kaq shumë në faj, se mund të fuste edhe në telashe, më kupton ti? Se di. Se di unë kësjell në gjë në shtëpi mona. Storbe stak folla, mos jo me këto. Jo, çfarë ishte kjo? Ore. Po çfarë thosha unë? Ti ku ke qenë tjetër jashtë Europës? Në asnjë vend tjetër, ç'është e drejtë. Unë e dua Europën shumë edhe pres që të Çfarë shef? Jo, po shua ato. E ka e ka brenda tha. Ne që jo shumë. Jo kaq eksplicit. S'ke qenë vërtet? Nuk e qef. Jashtë Europës deri tani s'kam qenë, ja. Po në Europë? Po Europa është e bukur, kam mbredhur jo shumë sa çdo doja, po që kam mbredhur. Po asnjë nuk ka mbredhur sa çdo doj tash, koti. Po Greqi, Itali, Spanjë, Poloni, Republikë Çeke, Vlorë, Sloveni, Kroaci, Maltëzi, këto. Kush ka pëlqyer nga ato të zonës tonë poshtë? Mos na thënë Italia, Greqia, se i dim Po jo, e dim. nga këto Ballkan. Është e drejta Kroacia, më ka pëlqyer. Kroacia është një si shembull që do merja për ne që jemi që synojmë në Europën. Kroacia është Po pse, çka ka kjo Kroacia shumë? Ka traditë, ka lezet. Si djemt e sotshëm janë plago. Këtu. Luma ajo që do të marri. Ka Jo, tu, Foj dy herë. E bëj me gishtin tjetër. Lëpia tash se duket si shlak, cappuccino. Kjo sa edhe? Jo, e notare. Ti provoje. Aha, po që Kroacia ka shumë vende të bukura dhe i është futur me fjalë asaj në turizmit me një psikologji me psikologjinë e duhur. Edhe pse ka një traditë krahasim me ne, nuk e kemi në traditën e Kroacisë, por që më ka pëlqyer shumë se si infrastrukturën që kanë ngritur, shërbimin që ofrojnë. Vetmja gjë që ne kemi me fjalë më shumë më mirë se sa Kroacia është cilësia e ushqimit. Do të thosh të njerëzit. Po mirë, njerëzit nuk kemi poshtë ne, kemi tanët. Por që më pëlqen. Është bërë shumë e shtrenjtë edhe kur isha po është më shtrenjtë se Italia dhe Spanja. Edhe kur isha unë para 2 vitesh ishte goxha e shtrenjtë. Manë se ato janë për udhëtimet e radhës edhe për gjitha. Gëzuar. Po që për shembull të nisesh këtej nga Berlini, të vesh në Shqipëri, ja vlen që të bësh një tur me fjalë një javor, që një javë ta konsumosh rrugës. Edhe pastaj çfarë mbetet të bën në Shqipëri. Si nuk është direkt, ha? Jo, s'është që as kjo e mirë. Më mirë ajo para, kjo është më trokën. Është më shiko. Të mirat pjen të parat, pastaj mirat pjen. Pastaj çat pish, çat kesh. Ti ke qenë ndonjëherë jashtë Europës përveç vota një herë parash. Jashtë Europës në Shqipëri kam qenë. Shqipëri. Po që pastaj qenë larg. Shumë pak o plak. S'kam qenë me asnjë. Kur thotë jashtë Europës pastaj atë do të thënë Malizi apo Bosnjë që kam kaluar. Po leta që bëra unë tash çfarë do më marrësh kota që. Çfarë do patuta shumë se burg. Vetë për BN. Rregullish. Jo, unë ku kam qenë unë deri tani? Për interesin tuaj unë kam qenë në Poloni, kam qenë në Itali kam qenë në Greqi. Ku kam qenë? Në Gjermani. Kurse diti do dimë? Kaq shumë. S'kam qenë në Itali.
Po. Unë e kam tu. Ai pas ka sa me aplikacione, Ka bën kauri. ka aplikacione. Tu kam qetë vetëm, s'kam vajt akoma. Portugalinë. Portugalinë kam shumë. Po pse ca janë të verdha, ca janë të Tu kuqe? kam jetuar të verdha. Të verdhat ke jetuar, te jesh. Si jetuar? S'ke vajtur ti në Danimark, Akoma nuk të vjen zor. s'më vjen. Ose e kam dhe këtë që e kam shumë me kështu. Me të kruajtur. Jo, spektakolare. Kjo miq që ju djoni janë vende që ore sa shumë pas ke qenë në Gjermani apo? Goxha, po. Kush të pëlqen më shumë nga këto? Pra, Pse më ke vajtur vërtet plak dhe ju? Në pjesën më të madhe po, më shumë ka pëlqyer s'ka kështu gjë. Jo, s'ka emra, ka vetëm topa. do të bëj aktualizirën. Jo, s'është kjo, është duhet të jetë kjo. Ky më ka pëlqyer më shumë. Bamberg. Po. Po pra, ai që thashëm Kulmbau është Shumë afër kësaj. Po. Bamberg. Qytetet më dhaja më ka pëlqyer Dresdeni të thoja. Ka qytet interesant, nuk e di ka qenë. Kam qenë. Shumë në Gjermani kam qenë, po nuk e quajta nga që Më pëlqen më shumë të voglat që janë shumë karakteristike, kupton? Për shembull Bamberg është tamam nga ato karakteristike. Bamberg ishte vërtet kështu si më kishte pinturuar në një. Ishte kalon në mes një pallati, një pallat që ndan lumin, është kështu shumë Bamberg është shumë i lezetshëm. Po si sken filmi është shumë interesant. Po unë te ky shoku që do i thashin në Kulmbach, më thonë ky më ka çuar atë në Bamberg se i jetonin diku në një vend tjetër të afër atje. Domethënë atje kemi vajtur për një ditë kështu që kemi kaluar thjesht. Tet interesant. Shko un planin e kam domethënë një gjë që bëhen në gjë, pothuajse, kupton. Un çefin në fakt e kam domethënë që ku të krijohet në mundësi të marrësh një të premte ose një të hënë pushim domethënë, vizitosh vende tek këtu. Më duhen ca tipsa aty. Çfarë tipse? Në javën tjetër. Jam për Edinburgh, Skoci. Ti që ke qenë, na jep në një Po. Ska vlen aty për të parë një. Po ky rri tani po, ne? Do të ditë. Nëse Pa legjend. apo ose s'ka gjë. Po më nuk është kaq Skoci unë, se shqysh na këtu. Po Që bullava kemi lënë 1500 euro në vizë. edhe ajo. Jo për meritën tonë besoj. Shiko, Edinburgu, por nëse të ka pëlqyer Bambergu, Edinburgu patjetër Është një gjë po. Jo, s'është një gjë. Po është goxhaj. Jo, Edinburgu është shumë herë më i mbajtur se sa Gjermania, përgjithsisht. S'është më i madh. Kupton? Edinburgh. Jo, po edhe është gjë e mirë kur nuk bombardohesh zakonisht, e kupton? Besoj din ta vënë të pjesë. Të bën mirë. Është identitet. Longevity, është Se Dresdeni dhe Nagasaki nuk besoj që janë dakord. Besoj që ka një pikërisht. Edhe Fat Man dhe Little Boy nuk është kanë qenë ndërtues, kanë qenë e kundërta aty. Gjithsesi, Edinburgu vleko për sightseeing është spektakolar, e kupton? Sepse unë mendoj që ka një natyrë shumë të afërt me Heidelbergun edhe me Dresdenin, domethënë që zakonisht nuk rrien në pjesët kryesore të qytetit, domethënë çdo shëtitje kudo që të vesh ti është e bukur. Sepse po ta vesh drejt unë në Berlin kemi disa lagjene që janë të bukura për të parë. Po atje nga që s'është bombarduar asnjë gjë, çdo lagje është e ruajtur, siç ka qenë. Është identik ashtu, vetëm për bare dhe për pube, ata i thon pube, se janë të çmend. Edhe janë sistemi i vjetër ato dopje dyert të Imperial Door, se ke parasysh sistemi i vjetër që i ka pasur te Habsburgut, me dyert të mëdha që janë, sa i bie. Edhe është vërtet tani po më akoma kurioz. Edhe ke ato që vjen këta nërdat pastaj që mamën ti edhe bën edhe s'bën pjesë aty, nëse do të vesh tek ajo kafeja ku ka shkruar J.K. Rowling Harry Potteri. Pse andesh ajo? Ajo s'është andej, po ka qenë i rrallë aty e thotë që e ka shkruar Harry Potterin te një kafe. Ka një kafe të mirë atë. E di bro. Do të sugjeroja, unë s'kam vajtur vetë akoma, por do të sugjeroja domethënë që të rezervoja paraprakisht hyrjen brenda në kështjell të Edinburgh, domethënë, sepse ato zakonisht ose kanë evente ose është ose ke buhtë edhe ndonjëherë ata janë edhe kështu si lule mos më prek që po fryu era nuk lënë ndonjëri ata, se kanë frikë të më bien. Edhe trenat pushojnë në Skoci kështu kur fryn era kur bie shi. Nuk e di vllai. Por si ka mundësi që gjithta shkrimtarët e famshëm i kanë qef këto kafenet, ha? Se dhe i bashkëqytetar jot në për kafenet shkruan. Po të gjithë. Tu ku ishim në Trieste, për shembull, është qytet që ka jetuar James Joyce, që është irlandez. Ka jetuar goxha gjatë në Trieste dhe kishte statuja, këtu ka qenë, këtu pinte kafen, kështu, çai bie, me shkrime.
Sepse shkrimtarët në përgjithësi janë njerëz, janë ëndrimtar, janë njerëz që jetojnë në një botë tjetër, nuk jetojnë në kanale. Ka dhe Italo Calvino. Më mirë, se janë dhe pa punë tash, po 30 në kafe. Po, jo, janë në fakt pa punë. Nëse je shkrimtar i mirë, duhet merresh me atë punë, nuk mund të jesh je edhe elektricist, je edhe shkrimtar. Nuk kur je shkrimtar, duhet të shkosh në një botë tjetër. Italo Calvino. Kështu që besoj Nuk se ti çfarë flasë për Italo Calvino, gjuna nuk e di ku është. Italo Calvino. Se çfarë ndodh më? Po, ata Italo Calvino është nga shkrimtarët italianë të shekullit të fundit më i famshëm. Po e kam dëgjuar. Do të ka shkruar Se questo è un uomo. Që ja, afron pak libri që ka shkruar Viktor Frankl dhe Man's Search for Meaning. Po. Ma libër kështu filozofik. Edhe po, filozofik është, domethënë ka qenë çifut, ka qenë ebre, Italo Calvino, me origjinë, dhe ka shkruar, ka qenë i internuar, edhe ky, edhe flet eksperiencën e kampit. Eksperiencën e kampit e mbijetim. Si Viktor Frankl. Po, është shumë biles. Libri Frankl ka dalë një vit para, ndoshta se libri nga Calvino, diçka e tillë, edhe thoshin Se questo è un uomo, që a është njeri ky. Që Calvino Se questo è un uomo. Po, se questo è un uomo. Sekuestrimi është një burr. Më thënë, shkurtrimi. A shesh mendoj. Ka fajin vera, nuk e di, trimi, ose ka fajin gripi. Ore, një pyetje kam për ty se. Brutalistin e peti? Jo, filmin. Kam frikë tash. Ta shohësh. Sepse unë kam shumë qejf atë aktorin. Po s'ka, po pikërisht se e ke qejf do ta shposh. Shiko, nuk është ajo që mendon. Unë e lexova plot. Nuk është ajo që mendon. Se lexova plot. Unë kam lexuar edhe për këtë figurën e vet. Është ai ky tipi Adrian Brody që luan pianistin, te filmi Pianisti. E bra, po si e ka ky karakteri, jo aktori te kjo. Emrin. Më një nga ato arkitektët të bukur që ka. Po, nuk është, duket nuk është i vërtetë, është i bazuar në një, nuk është tam historik. Është i bazuar tek ai historik. Po tek Pianisti apo tek Brutalisti. Brutalisti, emri i personazhit e ka fjalën. Ideja është tash, domethënë që let me butcher it for a second. Ti se ke fapo po butcher. Trash. Po pra sepse unë kam lexuar review, gjithmonë shikoj, sidomos kur janë titullit të mëdhenj, se kam interes. Përshkruan jetën e një individi që ishte i pasuksesshëm dhe kishte një farë lloj ndjenje për të. Ati personalisht diçka e tillë i duke interesante. Dhe mungesa e suksesit që është për të përgëzuar në atë që është standardi. Po nuk ka atë është i bazuar pra në atë tipin, atë për Laszlo Toth. Ky personazh, ai ka Laszlo Toth. E pra, po është i bazuar në një arkitekt europian që ka shkruar, ka vajtur në Chicago edhe në dy qytete të tjera. E vetëm ajo që unë përgëzoj dhe që do e shoh. Ose është bazuar në që ka qenë në Chicago, ka qenë Miss Van der Rohe. Ai ka qenë. Bën vakim mua mos. Se fusha jote ti je një më mirë. Po, Miss Van der Rohe pasi iku, pasi ishte. Po e gjetëm kinema e shikojmë edhe bashkë, po thëshë, po. Do e shikoj se s'bën për vetëm fakt, domethënë se tregon rrugëtimin e një personi, domethënë që ishte pothuajse nga asnjë dhe na thonë se ai diskriminuar ose i lën pas dore, sigurisht sepse ishte weird dhe nisi diçka vet, po unë mendoj që përshkruan lindjen e Mirfield, jo gjenezën, po lindjen, rritjen, domethënë ato vitet e para të një nga damkave më të mëdha që mundon njerëzimi sot, që është brutalizmi. Në zhveshja se vetëm ajo që na bën human për mendimin tim është bukuria, gjë e bukur, ne bëjmë gjëra të bukura që si bën asnjë lloj kafsh tjetër. Që është ndryshimi më thelbësor shpirtëror. Dhe brutalizmi, simpliciteti për mendimin tim është literalisht luftë kundër njerëzimit, duke e zhveshur komplet. Unë e kuptoj anë inxhinierik, unë jam inxhinier vet, për mua është një domethënë është orgazm spektakolar, të kesh një objekt, domethënë që është një kub, vllai, është leku më i pastër, po që kurse unë shikoj në një aspekt tjetër apo si. Sepse duhet të themi që në fjalë çdo arkitektura është një fushë që parasqyron pak a shumë mirëqenien apo keqqenien e një shoqërie.
e bazuar në Po, e pasqyron, po, e vërtet. E pasqyron, sepse ti tregon në fjalë që ti arti, përgjithësi, literatura, muzika, arkitektura, po. Me fjalë arkitektura tani nga artet, se nuk është një art, është e fundit që pasqyron mirëqenien e një shoqërie. Edhe kultura. Edhe gjendjen shpirtërore të një shoqërie. Çdo gjë pasqyron një shoqëri. Rrethanat ku ti je në atë moment, po shikosh artin që bëhet në kohë lufte është ndryshe nga ai që bëhet në zhvillimi apo absolutisht. Por arkitektura është shumë herë më rrezikshme dhe është më e përgjegjshme sepse artisti nuk ka përgjegjësi, nuk ma përgjegjësi. Sepse artisti bën atë me fjalë shpreh atë artin e tij dhe mbaroi aty. Kurse arkitekti kur e bën një godinë e bën edhe përfshin edhe njerëzit që jetojnë dhe banojnë atë godinë apo qytetet tona edhe kështu me radhë. E vërteta është që në një moment dekadence shoqërore, në një moment ku neve kemi patur nevojë që të ndërtojmë me çmim të ulët, aty pastaj është futur me fjalë përdorimi i betonit, armë beton, edhe tani çfarë ndodh që për t'i dhënë ekspresion edhe këtij materiali që nuk ka shpirt, që është i ftohtë, ka arkitekt që kanë bërë mrekullire. Ka arkitekt që ty të kanë bërë ornament edhe me beton armato, që nuk ka shpirt, është një material i ftohtë. Nuk është si mermeri. Që edhe mermeri është i ftohtë me vete, po mermeri ka atë bukurinë e natyrës. Je fiks pa duhet ta shikosh filmin. Se je fiks në atë në thelbin kur vjen puna te arkitektura, sepse nuk është film për arkitekturën. Është film për historinë njerëzore. Edhe për marrëdhënie njerëzore, për komplikacionet e marrëdhënieve njerëzore, dhe nuk është madje as film për një çifut që shkon në Amerikë. Kjo është një gjë shumë atëherë vanderosh. Po, është, domethënë, në thelb të kësaj janë marrëdhëniet njerëzore dhe dinamikat që krijojnë me njëri tjetrin. Dinamika e punëdhënës punëmarrës, dinamika e burr grua, dy burra me njëri tjetrin. Kjo është thelbi. Se gjitha kjo tjetra është një gjë që ndërtohet përreth kësaj. Historia e këtij brutalizmi, arkitektura, janë gjëra që janë pjesë të filmit, po janë pjesë jo kryesore, janë thelbe, kupton? Unë mendoj që unë kam një teori vet, të korrigjojnë tani kush dëgjon ose nëse dini ju ndonjë që mund ta ketë parashtruar si argument përpara. Unë mendoj që brutalizmi është simptoma e parë e mungesës së kreativitetit njerëzor si pasojë e largimit nga libri dhe afërimi i televizionit. Po ta vësh re maja e brutalizmit kulmon, domethënë në pjesën pas luftës së dytë botërore kur fillon edhe televizori përhapet, domethënë në përshpia të klasës mesme dhe të klasës mesme të ulët. Dhe po ta vësh re, shkaku i parë normalisht është eficienca, sepse ne duam të strojmë sa më shumë njerëz të mundshëm, por më përpara edhe një bujk nuk e sakrifikonte do e mos atë hytën e vet, atë kasollën e vet, domethënë për i druri. E zbukuronte me gjërat vogla, doni vartë në një gjë tek tu, në një kamban, në një patkua. Se vjen në televizion, nuk vjen, se brutalizmi vjen direkt mbas luftës së dytë botërore. Brutalizmi fillon, vjen nga beton brut, si është fjalë franceze, që aty lidhje si domethënë është lufta e dytë botërore dhe brutalizmi vjen kur kulmin e ka 60 70. Kulmin, po fillon që mbas lufta e dytë botërore është shkaku, mendoj unë. Unë jam me Raldon që brutalizmi, më falë se ndërpreva, që thjesht për ta ashtu, që është unë arkitekturën e fus të arti. Fillon nga arti, pastaj bëhet shkencë. Art është një arti arkitekt mendoj se kjo është një mend. Është një art me thënie në shkencë. Unë jam shumë i kujdesshëm dhe unë mendoj që arkitektura nuk është art. Është art i ndërthurur me shkencë. Është një ndërthurje, nuk është tamam vetëm art, është pak e rrezikshme kjo gjë. Është di pse? Sepse kur arkitektët apo kur ne etiketojmë arkitekturën si art, aty ti arkitektin e zhvesh nga përgjegjësia. Jo do e mos. Po pra. Po jo do e mos. Ose i vesh i përgjegjësi tjetër. Nëse ti vesh i përgjegjësi tjetër, dakord, mund ta marrësh, ai ka të dyja. Art, shiko, është art konsekvent arkitektura, siç është libri. E kupton? Dakord pra. Unë nuk jam për arkitekturën, nuk flas për arkitekturën e përditshme për atë general, për si i thon, generic, nuk flas për generic arkitekturën, për atë që bën shtëpitë. Flas për arkitekturën, për ikon arkitekturës, për drejtimet. Këtu je dakord, unë sepse arkitekti është arkitekt, domethënë. Dakord. Po, duhet dalë në këtë pjesë. Edhe gjysmë art si mund të jetë është një
shprehje emocionesh. Është një shprehje ndjesie, është një shprehje, po të themi, mendësie. Patjetër. Tani, një shoqëri që vjen nga një luftë botërore, si do të thonë ishte luftë pak a shumë ose në gjithë botën gjithë botën perëndimore kishte luftë, po themi. Është një shoqëri që vjen me trauma. Patjetër. Po. Dhe këto trauma shprehen në një farë mënyre. Dhe një nga mënyrat është brutalizmi në arkitekturë. Domethënë, gjithë këto traumat i shikon në veprat që janë bërë mbas luftës botërore. Unë nuk mendoj se është traumë. Njëri është se e marrova. Njëri është, domethënë, aspekti pragmatik, që ai bën betonin për të sepse nuk ka për arsye ekonomike për të ndërtuar shpejt duhet bërë gjërat fap thjeshta me viza. Po për të është thjesht zhvillimi i teknologjisë. Gjendja mendore edhe shpirtërore mbas luftës së dytë botërore që ngjyrat gri, domethënë të gjitha këto janë shfaqje e asaj. Në fakt ajo ka filluar para luftës së dytë botërore, ka filluar në vitet 20-23 me Le Corbusier, se ky ka qenë me fjalë. Po, ai është Le Corbusier, po. Corbi. Paraziti parë. Nëse luftë me atë botërore ka qenë. Shkruaj, po kjo son se do të thoshëm përpara ishte domethënë që kur u bë vendimtare, edhe më amë që janë vitet 50, që në vitet e parë botërore ka qenë vitet vështira, ka qenë absolutisht sepse ajo që është 50-60 ajo që gjithë lufta e parë është një varfëri, aty hyri që u bë standard. Domethënë lindja në treg ajo quhet, nuk quhet për doli për parë, quhet kur fillon të bëhet standard. Mirë, okay, po shiko, ajo ka qenë. Momentin që ti fillon të bësh standard aty ti je në treg, manifesti aty tani. Manifesti asaj gjë sepse çfarë ndodhi? Ndodhi që lufta e parë botërore solli një varfëri skajshme për Europën. E dimë pastaj për Gjermaninë akoma më keq. Por edhe tani ajo nevoja për të ndërtuar më shpejt, më thjesht, solli teknologjitë e reja. Që në teknologji që për atë kohë ishte që romakët betonin deri në atë e fjalë kishin shpikur romakët betonin, kishin përdorur betonin pa armaturë. Erdhi ky tipi e tha, "Ore, po sikur të fusim hekur kësaj gjë sta, çfarë ndodh?" Edhe aty lindi beton arme. Edhe mbasi Le Corbusier shkruaj librin e tij Version Architecture, ky është zviceran me fjalë, frankofon zviceran, Le Corbusier. Aty lindi çdo gjë. Manifestimi që arkitektura duhet të zhveshej nga ornamenti, nga zbukurimi, duhet të vende të ishte baza, të ishte thelbi i gjërit, thjeshtësia. Edhe ky pastaj ka bërë katastrofë, se ky shkatroi, ka shkatruar komplet gjenerata të tëra, mos e di. Vazhdon akoma sot e kësaj dite? Vazhdon sot e kësaj dite sepse problemi i cili është që edhe kur ti e studion, ti indoktrinohesh në një farë mënyrë. Më thënë ti e studion si Bibla dhe version arkitekturë që ka bravo. Version arkitekturë, unë kam lexuar shumë pak, ndryshe nga Ralo që unë kam lexuar të tjerë. Po, janë ato është Capital Manifesto i ndërtimit. Është literalisht, është Karl Marx i ndërtimit, domethënë. Atë lloj dam në një farë mënyrë. Edhe ajo pastaj bëri që, ajo gjë është e mirë, do të bëjmë atë, por të mira ka sjell ç'është e drejta. Nuk është se s'ka sjell të mira fare. Se tani mua për shembull do më pëlqente pikërisht sot, më falni, pikërisht sot i me motor më çon në Instagram një foto apo një publikim të një vile që shitej në Itali për 1 milion euro. Ishte jo vit, por ishte një kështjell. Edhe kjo është kështjella që shitet në Itali për 1 milion euro. Hajde shtim lekët i çmenduri. Plakë do ta blejmë. Ne duhet ta blejmë të miq. Na duhen 100 veta që fusin nga 1000 euro. Po, please. Jo, nga 10.000 euro. Nga 10.000 euro. Po mirë, na duhen 1000 veta nga 1000 euro. Edhe kjo ishte diskutimi sot. Mua për shembull, personalisht mua do më pëlqente një ndërtim do 10 milion euro për restaurimin. Do shumë për restaurimin. Po qa merr babin tim avash aty burr lere një 3-4 vite. Na i dhom. Një stukë sot, një stukë nesër. Në qoftë se do të themi të vërtetën, unë do ta kisha ëndër që unë ta kisha një vilë të tillë. Po s'zhvira është pallatu. Të jetoja apo një kështjell, kjo është kështjell. Vetëm tek pull. Edhe kjo është në një zonë shumë të bukur që ju asgjëroj kur të jeni herën tjetër, sidomos ti kur vesh herën tjetër në Itali. Po pse unë? Kjo është, po sepse ky vetë çik më shpesh. Jo, babam jo.
Po tani që pak të vive kë. Tani që pak të. Edhe kjo është në Colli Euganei, që janë midis Padovës dhe Vicenzës, edhe janë disa kodra fantastike. Qa do më tjela? Padua, me thotë Giovanni. Edhe e gjithë kjo zonë pastaj është e mbushur me vila, sepse kemi vila Venete, është gjitha mi fjalë. Ajo kushton 1 milion euro, plakon 1 milion euro këtu blej me një apartament 100 metra katror. 3 dhoma. Po, 100 metra katror. Po, po. Që si është ajo është perfeksion i gjallë. Para ato. Atëre, jemi dakord kush në cilin prej nesh do zgjidhte me fjalë një apartament në Berlin në krahasim me këtë kështjellën 7 të viteve 700 në Itali. Por e këtë mund të bëhesh vërtet se unë thash për shaka, po bësh vetë 4-5 shok. E merr serioz ti podcast ma kanë ashe madhe slash ajo. Është 1200 metra katror. Do ta postosh 1200 metra katror, please ma bëj forward, nuk e postojnë na marr njerëz. Po është ta dim për çfarë bëj. Si vjen ai kush na gëguar Akili tash, thotë më bëj 4 copë si këto. Po, ai kështu në çmenduria. Atëre ne jemi dakord shumë itali si këto, ka shumë i kesh patur se vjetra kishite në Sardenja dhe në Toskana, sidomos Toskana është plot. Tani ne të gjithë jemi dakord që ëndra jon apo zgjedhja jon do binte mbi një shtëpi të tillë. Patjetër. Që ka një stil klasik ose neoklasik apo rilindas, rinascimentale dhe barok apo ku ta di unë, do ishte fantastike. Por a është sostenible ajo apo nuk është sostenible? Çfarë mendon ti? Qëse jeton aty. Është shumë sostenible. Po ajo nuk është sostenible. Me pa duhet të kesh plan. Ndërthonjza, ajo nuk është sostenible. Për arsyeën që ajo do 10 milion euro që të restaurohet. Ajo do të mirëmbahet. Të mirëmbahet. Maintenance është. Tash u bë si mami, tash jo nuk më shtëpi e madhe kush e pastron tash. Pse ai më zalli, unë ti po morë 1 milion euro. Tani edhe me shumë dhe pastroj. Kurse nga ana tjetër ti thua, ok, atëherë unë kam 1 milion euro, tani unë do blej 1 milion euro këtë kështjellën, apo 1 milion euro do blej një shtëpi apo do blej një truall, do shikoj teknologjinë me stampante 3D, edhe do ta printoj këtë shtëpinë do ta printoj 3D për $37,000. Që mi ka implantet i ka të integruara, që është energy efficient, që është zero emission, që është autonome dhe kështu me radhë. Çfarë mendoj unë? Nuk bie dakord me radhën, se ti po kështu është, po nuk është të falet si arkitektë tash e bën bardhë dhe zi. Po nuk do të flasim për shije, nuk do të ndërrojmë valla, fut vllai tash e blej 1 milion dollar atë i fut një ver me pumpe aty vllai, kështu çka panele anësh në vend punë vllai. Ja u zgjidh. Apo sa në Itali nuk në Berlin që del dielli një herë 4 muaj. Po, mirë, apo flasim për pragmatizëm. Pragmatizmi këtë thotë. Edhe ai tipi që vajti bëri atë beton armen aty. Shkurtizmi. Atë thatizmi aty. Ai da bie i shkurtë, bëj atë tak, më pafshi. Ose unë e kuptoj shumë mirë dhe ke jashtëzakonisht shumë drejt, po të them, kjo është ëndra e çdo inxhinieri. Më bëj jetën jashtëzakonisht shumë thjesht. Po nuk jemi bufa, nuk jemi pollumba që bën atë ose kështu dëgjon dallën ndyshe, sër baltin aty, bën një formë, polle kalamaj, çelën vezët i ushqere, fillon të fluturojnë. Ik në Egjipt ku vetë prapë, kupton? Apo në Kongo, se vjen edhe çikun poshtë ato. Ç'se di unë vetëm. Jemi njerëz. Unë kam përshtypjen time domethënë që në një shoqëri që relativisht është mirë. Nuk them që është më e mirë, që është relativisht mirë. Me teknologjinë e sotshme, me 3D, me stukime, me shablone, me të tëra, është e pafalshme të ketë fasada të drejta për mendimin tim. Isha, sepse ai kolegu im që ishte para të mërkurën, isha me Sergio po bën masterin në Braunschweig. Po diskutonim edhe ai si çdo arkitekt në shkollë akoma, jo po efekti përdorimi përpara bukurisë etj etj. Thashun, okay, ishim Poznań Plac me fytyrë nga ambasada kanadeze domethënë, dhe shikon ato ndërtesat thej përballë. Janë aty ku është Holmes Place, janë ato palla të bukur të bardhë që kanë lozura ta goxha. Edhe me balkonet dhe me kolonat, duket shumë humane, duket si durrës zakonisht. Pastaj janë ato që janë tipike, pseudo-moderne, fasad pa asnjë lloj gjëje, e dritarit mëdhaja monotone komplet, duket literalisht si një kub. Suja ka dhënë diari tim, një karton të madh, domethënë dhe ka vizatuar së dritare dhe e ka vënë aty. E thash, okay, në rregull, ne marrim të garantuar që kjo godin, si është tani e përmbush funksionin.
ça do i bënte një fasadë tjetër? Ça doja prishte funksionin, po ta kishe bërë fasadën çik më të bukur? Po ti kishe dhënë një nuancë tjetër, doja kishe pritur fasadën? Po ti kishe dhënë një lule çdo metër do e prishte? Në rregull, po s'dam plot, është pa fal. Po flasim për kosto, edhe në fakt. Ti e di, arkitektura është pas ti e di cila është, në fjalë për një arkitekt apo për një arkitekturë, ti e di cili është faktori më i rëndësishëm? Bauherr. Apo investitori, ndërtuesi, po. Është faktori më i rëndësishëm valla. Qërë se fiks të filmit do Bauherri është kryesori i filmit. Po jo është, për mua, po ti si kalkulator edhe unë si po është për të gjithën e. Për të gjithën e. Për gjithën e. Po ideja është që ndryshe nga ana të dy, e kupton se ai llogaritë valla, unë e bëj vetëm në ekuacion që mund të ndryshoj diçka je ti plak. Domethënë, ato që e ke, nuk ta ai zot njëri. I vetmi person që politikisht po. Politikisht. Realisht është mbetet gjithmonë ndërtuesi, Bauherri. Normalisht, po ata ku kanë bërë projektin e parë të madh, kanë bërë komplet që ka bërë Sebastian Treze, arkitekt. Ai ka bërë në Kudam. Ai vllai ka krijuar atë farë lloj emri, domethënë, sa kur investitori që është Ralph Schmitz si korporat, i thoshte që jo, e lëm projektin. Seriozisht, unë e lë projektin tani, nuk e bëj. Domethënë, po ndryshua aty edhe debate kështu për një kornizë tek shkalla të burë, kupton? Ishte shkalla fuga, mes shkallës mos ishte elastish plastish, e kemi thënë që thashë jo, fuga hapur. Qendri fuga. Atë një jo ai. Në fakt atë privilegje kanë shumë pak arkitekt, ç'është e drejta. Po se gjithmonë thuhet Zdara ai bën atë, ai që bën këtë. Po jo, më dakord. Është utopike, nuk para. Ideja është unë nuk them të bësh si ai. Nuk po them të bësh si ai, se ai shumë ai më streson dhe mua, kupton se nuk funksionon elastish plastish fuga, by the way. Se ne jemi inxhiniera, mira ai ka qef domethënë, shikon ëndrrën atë, po që ka dhe gjëra që ai është fiks artisti. Ai është artisti i arkitektit, pjesa artistike e tij. Unë mendoj domethënë, shiko, po të marrësh kostot etike llogaritur to. Më fal. Ti e di që Baulajtu është është pjesë shumë e rëndësishme, biles është pjesa më e rëndësishme e realizimit të një objekti. Inxhinieri Zbatuzov. Po. Mbikëqyrës. Po, mbikëqyrës Zbatuzov është Baulajtu. Mbikëqyrësi është Bërvahung. Më fal, po mbikëqyrësi është Bërvahung, Zbatuzi është Baulajtu. Unë i bëj dy. Megjithatë, zbatimi është pjesa më e rëndësishme e arkitekturës, e realizimit të një objekti arkitektonik. Po arkitektët, nga që janë pidhasëm edhe nga që janë nuk u pëlqen që të marrin përgjegjësi dhe të marrin rrezikun, kanë shpikur artistisht Baulajtu, do të thënë drejtimin artistik të një objekti, që është shumë futje më plak. Tash shumë futje. Edhe është mashtrim, ajo gjë është të lozësh me fjalët. Megjithëse nuk funksionon si në Shqipëri, po këtu për shembull nuk del se koordinimi gjithmonë i bëhet arkitekti, për shembull. Unë kam ëndrrë më të madhe, por nuk punoj për arkitektin. Gjëja më mirë është kur nuk punoj për arkitektin, sepse atëherë mund ta zhveshësh arkitektin komplet, domethënë, sepse unë si mbikëqyrës, domethënë, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie plak. Ti e thjesht një pikë në mes ku kalon çdo lloj informacioni. Gjërash? Po. Kështu që ti e ke patatën e nuk e mban asnjë në dorë, domethënë thjesht ja hedh secilit, domethënë që ke rreth e qartë. U firma, filani, fisteku, banka, investitori, domethënë ti je i larë, nëse do të punosh normalisht, nëse nuk bën pisliqe vetë, po je i pis vetë pastaj normalisht. Do e hash. Edhe një pjesë që kam vënë unë tash në ato 7 vite, për shembull, damka më e madhe është copy paste. Unë kam vënë shumë, thënë që për arsye kryesore në fatkeqësisht është kostoja dhe investitor arkitektonikisht ignorant, që nuk e din se çfarë është gjëja më e mirë, domethënë, por edhe arkitekt që kanë hequr dorë të luftojnë për diçka. Të luftojnë në kuptimin figurativ të fjalës, kupton që vendosen që shifë se kjo ideja është kështu valla, dhe kështu bëhet më mirë. Sepse po ta vësh tek ai film, atëherë luftonin për atë ide. Edhe pse ajo është aq e keqe dhe unë e urrej domethënë si ide, prap luftonin, e shisnin valla. E shisnin pafund. Tani sikur kanë hequr dorë. Në përgjithësi për ide thuat. Në përgjithësi.
flasim generalisht tash se unë bëra unë tani të gjykoj njerëzit një nga një. Po problemi përgjithshëm nuk ka të bëjë me arkitekturën, ka të bëjë edhe me motivimin. Me librat, me shkrimtarët. Edhe shkrimi i librave është bërë më gjenerik, muzika, me çdo lloj pik muhabeti ne jemi në një dekadencë kulturore, shoqërore. Sepse është ciklike. E sjell konsumi këtë gjë, konsumi. Në momentin që ti ke shumë konsum bie cilësia. Domethënë sasia ul cilësinë përgjithësi. Do vi një pikë që ne do bie më shumë saqë pastaj do ringrihemi, si puna si ajo Phoenix, si Fenice që ringrihet. Megjithëse tani është shitur kërkesa ndaj artit, se do të bësh shumë, se ka shumë më shfaqje artistike çdo javë, ke pas portokallinë këto që janë bërë nuk shifen me sy, se duhet bësh, është me detyrim. Ndoshta përpara më herët bëj arti kur i vinte artistit për ta bërë, alla kur të vjen muza, duhet bëj unë tani, jo bëj librin tani se më duhet të shes libra. Po them. Po shikoj se janë gjëra që nuk përputhen me njëra tjetrën domethënë, se shikoj më lejo të tregoj pak ciknik për një moment. Nga njëra anë ke një kohë që bën sens, që normalisht arti do bëhej vetëm kur arti ishte për të bërë dhe kur ai që bënte artin ndjente se duhet bënte këtë art. Nëse ai që ndërtonte shtëpinë si me shtëpinë në Itali nuk kanë ndërtuar gjitha këto vepra. Normalisht po shtëpia është gjë tjetër se shtëpia duhet ndërtohet një moment. Në rregull, po edhe në shtëpiat në Itali po them nuk janë bërë gjitha, ai është bukur asaj shohim ne sot, ai ka bërë një kat, pastaj ka bërë edhe fasadën e jashtë, ka vënë edhe një grifin, ka vënë një kokë shqiponje, një stemën e house ku dëgjon. Kjo është për shumë shqiptar, po që kupton, ideja që jo, po nëse nuk ishte fisnik ashtu do të bëje. Po. Nëse do të jetoje në një artizan në Napoli, për shembull, normalisht do të bëje avash. Nëse do ishte fisnik, po, bëj koncesioni jepet ti mbaron. Futesh ti hyr, bën bile me tavolina me gjitha. Po. Ideja është që bën atë. Domethënë, njerëzit kishin qejf të bënin ornamente. Mua thjesht më shqetëson pjesa e zhveshjes se kjo është në interior. Ti e di shumë mirë këtë. Se interiori është ai që më shqetëson mua, që unë atë shoh. Mua nuk më intereson se çka ka një shtëpi vet. Po tash vetëm në për disa shtëpia për shembull tani kanë për parasysh para një vit e gjysmë dol në shumë super trendy to varset e rrobave që ishin me tuba metalik, edhe tavolina me beton, edhe lampa me beton, ku duhet simplicizmi dhe këto lidhja me natyrën edhe këto gjëra. Nëse do ishte një zyrë inxhinierik, do ishte gjë më perfekte që të kishte një tavolinë betoni. Interior është gjë tjetër pastaj. Po shiko, po ti po e zhvesh natyra njerëzore në fakt ka detaje. Në çdo lloj kulture, në Kinë, në Arabi, në Europë, në natyra ka detaje. Edhe ne kopjojmë natyrën deri diku. Kjo lloj minimalizm domethënë zhveshje nuk është natyrore për mendimin tim. Sepse në natyrë e vetmja gjë që ekziston atë lloj mënyre është një periudhë ose një vend ku ka ndodhur katastrofa, për shembull. Po të vesh në formacione shkëmbore, katrore apo gjashtkëndore, për shembull, ndodhin vetëm kur ka ndodhur një përplasje magmatike filan fistoku ç'i thon Vesuvio, çfarë është? Vulkan. E kupton? Vetëm në shkatërimet më dhaja dalin informacione që janë gjeometrike, që janë të perceptueshme matematikisht. Se natyra vetë nuk e njeh. Natyra është shumë e larmishme. Dakor, po ka një gjë se nëse flasim për artin, është shumë subjektive kjo gjë. Nuk ka domethënë, nëse një drejtim arti mund mos pëlqej mua dhe ty, një film, një libër, një drejtim arkitekture, një pikturë etj. Se më thënë që nuk vlen. Në kuptimin që kjo që morë si shembull tubat apo përdorimi i drurit për bërë tavolina apo se çfarë. Fati që mund ta përdori qoftë 1% e njerëzve, do thotë që ka një vlerë. Për shembull, po e ke parasysh stili interiorit të vendeve skandinave, quhet kjo simpliciste, kjo, domethënë stili skandinav i arkitekturit. Ke parasysh që bëjnë që janë shumë e thjeshtë, që bëjnë një tavolinë, kështu me viza, cak. Mua nuk më duket ndonjë s'mpëlqen, po them. Nuk është. Ose nuk është e preferuar ime, dakor. Po të thotë që nuk vlen, sepse ka njerëz që e përdorin. Domethënë nuk mund të thuhet që, domethënë kur vjen puna për të vlerësuar më cilët caktuar arti, nuk ka prerje me thik. Po bën një miksim domethënë, ti po thua për faktin që një gjë përdoret nuk do të thonë që s'ka vlerë. Po kjo nuk është e vërtetë. Sepse
Fakti që përdoret ku dëgjon, zëm. Po merr këngë pa vlerë, mund të marrësh këngë ose libra kot ku diun që mund të lexohen edhe. Ideja është që është më shumë bën sens pjesa e konsumit, që njerëzit janë të gatshëm të konsumojnë. Dhe këtë ma ka shpjeguar dhe Ralo, dhe kemi rënë dakord. Një person që është në 9 orë, 10 orë në punë, domethënë normalisht nuk i intereson plas travi fare se çfarë është tavolina me sa. Njerëzit konsumojnë çaj jep. Pikërisht, atij duhet një tavolinë që të mbaj pjatën kur hap bukë, kupton, edhe pak rëndësi ka se çfarë është tavolina. Argumenti nuk është ky, do të thonë nuk hy njeriu tjetër të bëjë llogari, por ideja është se veprat e tilla, objektet e tilla, arkitekturë të tilla, por edhe në art të mirëfillt, si arti modern, janë bosh, pa vlerë, nëse nuk e kanë artistin aty. Pra, një tavolinë e IKEA është pa vlerë nëse IKEA nuk i bën reklam. Çfarë do të thotë që se ka artistin aty? Një pikturë abstrakte nëse se ka artistin të thotë që un jam ndier depresiv atë ditë. Ajo është prodhim serial, mund të jetë një prodhim serial edhe s'ka. Po pse një pikturë Da Vinci ose Michelangelos mund mos ta ketë artistin aty, po zëmë që s'ka vlerë. Jo, po ajo ka artistin. Pra, pikërisht pra, sepse ajo Da Vinci nuk është aty, ajo prapë ka vlerë. Po. Kurse këto prodhime seriale nuk kanë vlerë. Nuk e kanë vlerë nëse se ka artistin aty. Po pra. Që shpjegoja për çfarë. Pikërisht pra. Sepse ti e jep vlerën. Kjo është e kuptova. Kjo është një si tip blockchain që bëjnë. Mund ti po thuaj që ti nuk shet veprën, ti shet idenë. E kuptova çfarë do thotë. Mund ti po thuaj një vepër artistike, nëse nuk është e shpjegueshme, ose e shpjeguar, s'ka vlerë. Sot. Nëse s'u ta shpjegoj njëri sot, domethënë, është pa vlerë. Ka rëndësi në çdo moment. Ti nuk ke nevojë të shpjegoj njëri Mona Lisën sot. Apo, edhe pse është, domethënë, është shumë normale si gjë. Mona Lisa, si pikturë ka mira piktura në atë lloj formati. Ajo është e veçantë. Edhe nuk është e veçantë se ka thënë Ralo, që është e bukur, kupton? Si ka mjetuar koha. Kohërave i kanë vjetuar. Enigmatike është. Ka një farë lloje forme fytyre, disa, domethënë, gjëra fytyra asaj që nuk përputhet me një femër normale, domethënë. Ajo është art. Ti nuk ke nevojë të vi Da Vinci të thoj, kjo është komshia ime, i thash hajde të rinjë 2 orë tu sa të bëj. E ke parasysh? Mund të qenë komshi. Tjetër. Ka dhe kështu që ka qenë ai dashuri i vet, se mund të ketë qenë gay. Amana sot e kësaj dite të nxjerrin çfarë mund të nxjerrin. Pak rëndësi ka. Ideja ose këto kushte të dalë më vonë Da Vinci të vonë fare, domethënë këto rilindja e re, që quhet domethënë që janë bërë klasike, që janë munduar të imitojnë pjesën e kishave, betejat të mëdha, prehistorike, biblike, etj, domethënë që ti thjesht ri para asaj plako të mbushësh me lot. E ti nuk, ai robi është vdekur, është tretur, vajtë piçë të them tash, nuk e di ku i ka kockat. E kupton? Prandaj po them, edhe e njëjta gjë dhe me tavolinat. Fakti që ne jetojmë shpejt, siç ai filani mbaroi 6:30 ditë premte sot punën. E kupton? Nuk ke kohë të merresh me të dyja. Po nuk do të thotë që kanë të njëjtën vlerë. Ato kryejnë të njëjtin funksion. Por asnjë lloj nuk kanë të njëjtën vlerë. Në asnjë lloj momenti. Sepse unë kam vënë kur kam pasur një tavolinë të shtëpia, unë s'e vënë asnjëherë atë. Në fund që vajnë ajo kishte sa kështu. Ato drujt të gërshetuar, i është gërshet të vogël klafare, kështu që i vinin rreth e qartë. Edhe u ndjeva mirë apo. Edhe se duket gjë shumë idiote, domethënë duket sikur po bëhem edhe unë tani si të tjerë, domethënë u ndjeva shumë mirë kur e pasha atë domethënë, se ishte bërë një gonxhe, vllai, gjethet, edhe pastaj një gërshet që e ndiqte tavolinë nga gjitha anët. Po mirë, po sikur mund marrim një rast hipotetik, sikur një vepër arti, çdo lloj gjë që të ketë, mund të jetë aq e komplikuar se artisti që e ka bërë ose personi që e ka bërë ka kuptim ose shpjegim vetëm për atë. Domethënë ai ka bërë një pikturë të tillë aq abstrakte, sa ti nuk e kupton fare, duket një zhgarrim. Mua nuk konsiderohet fare si pikturë, kështu se. Po e zëm se ajo ka për atë është thjesht ai ka hedhur çdo gjë që ai ka në mendjen e vet në patjetër. Ka vlerë si gjë? Për atë po, për asnjë tjetër jo. Domethënë ka vetëm vlerë për atë që e kupton thua ti, ose që ja merr kuptimin. Shiko, që ja merr kuptimin. Gjua të pjesën ti që the bukuria është në sytë atit që shikon. E shikon? Po. Profesor Joana Diamandi, që është profesor arkitekturore, interior design në Shqipëri, kam pasur podcast në tele, po ta kesh vënë, tha nuk ka, ekziston, e bukur është bukur për gjithë. Çdo njeri ka si të thojë kush është e bukur. Çdo gjë tjetër është wishy-washy. Është mënyrë për të bërë lekë. Më fal, kush është ajo? Joana Diamandi. Me v. Në fakt ka të drejtë është. E bukur është e bukur se ajo ishte e përgatitur shumë. Goxha profesionale. Shiko.
Unë kam shumë qef geometrike. Mario Talla dhe mua, të gjithë kohës. Unë kam shumë qef rregull. Unë kam qef të kem gjitha gjërat ndara në katror, të kem, dua të kem rregulla mundësisht në milimetër, domethënë. Mua kjo gjë më bën të ndihem mirë. Ua kam të pak. Kjo gjë mua më bën të ndihem mirë. Ti do ishte shok I mirë me Mario Botën, që është ai arkitekti zviceran që edhe gjërat e pastaj bën shpikën ai edhe shumë e keq me atë si e ka ai në Barcelonë. Që I ka çdo gjë me harçe. Ai është my Gaudi. Gaudi. Ai është my worst nemesis. Ai s'ka cepa ai. Ai është armiku I popullit. Po kjo nuk do të thotë se kjo është e gjë e bukur, sepse rregulli është kënaqës, por jo I bukur. Ëh? E bukur është gjithmonë në mes. E kupton? E bukur është. Ti duhet të kesh një kaos të rregull. Po nuk është relative. Mund të bijem dakord që 95% e njerëzve diçka mund ta quajnë bukur. E 5% nuk e quajnë, po s'do thotë që ajo s'është e bukur. Yeah, but that 5% can go fuck themselves. Po mirë, po ku e bën Po të trinë, nuk po flasim për një punë ose kur do marrin për grua. Po dakor, po ku e vendos vizën? Ku është viza e kuqe? Viza e kuqe është kush është masa, është shumica. 5% ke faktor se, po nëse 20%, ndoshta janë shumë. Jo. Jo më fare. Nuk është 51% me shumicë thjesht. Për nëse rikthehemi te arkitektura 51% që vendos. Por mos thon 50, domethënë shumica. Ka, po nëse shumica e njerëzve vendosin diçka është e bukur, ajo është e bukur. Mazhoranca absolute 51%. Patjetër. Por e vetme kleçka, sidomos vitet e fundit është që në fakt se unë me brezin e lusit kur bëm muhabet Siflet. Në princip. Ora se është një sa u bë. Ja po thelu E thoja. Ka një shoqet vetëm më thonë që I vjen shumë dorësh për të bërë piktura shabloni. I bën me dorë, po duket sikur I ka bërë me shablon. Shumë e talentuar. Okej. Dhe I pëlqen kështu, domethënë, që kanë këtë me manepsin, domethënë për të pranuar çdo gjë. Unë jam tolerant. Era vëlla që do manin, manin për të toleruar gjithçka, domethënë ndjen të përfshirë, e thotë që po kjo duket e bukur se cili ka ndjenjat e veta, tash po si kanë ndjenjat e veta, po pse ty të duket e bukur? Edhe mbasi më ndoshta që ata në të vërtetë nuk e pëlqejnë, thjesht duan të kenë njerëz të mirë, mos të gjëra të këqija. Okej, kjo është tjetër. Që është sindroma e madhe e të rinjve. Unë mendoj që ka qenë brezi I fundit I saktë. Po që mbase çdo brez mendon kështu, kështu që jo, është problem I përgjithshëm, nuk është vetëm me breza kjo. Më duhet është njerëza për të bërë qefin e atje fuçat e kota domethënë. Është pifsi. Si e thon fintobolizëm e thonë italianë. Jo, po mua më pëlqeu një gjë për t'ia vënë kapaku mendimin tim për këtë temë është thjesht ajo që theti më pëlqeu dhe jam dakord me atë që the ajo piktura që bëri ai personi the që vetëm ai jep shpjegim, ka vlerë për atë. Kaq. Ka vlerë për atë. Domethënë, dhe piktura që pëlqejnë 5% e njerëzve, apo arkitektura apo libri ku di. Ka vlerë për atë që ka bërë edhe për ata 5%. Nuk mund të thuash ai libër është I bukur. Ai libër është I bukur 5% njerëzve, sa që pëlqejnë. Kaq. Pra, po kjo themuni apo se një libër për pëlqen nga 95% e njerëzve, ai libër është objektivisht I bukur. Po. E kupton? Ndryshimi mes dyre. Sepse jo, është I bukur për 95% njerëzve. Është për shumicën. Jo, ka kaluar ai 51%. Sepse shumica e njerëzve mund të pëlqejnë diçka që mos jetë me vlerë. Po nuk do të asnjëherë, më thonë një gjë që nuk është me vlerë që pëlqen shumica e njerëzve. Po mund të gjej pa fund, po duhet kota mendoj. Jo, po nuk mund të gjesh. Në fakt, kur flasim për gjëra objektive të prekshme, është e pamundur, sepse njerëzit një gjë ka drejt arkitektë dorës vjetër. Ata të mirët. Njerëzit nuk e dinë se çfarë duan deri në momentin që e shohin. E kupton? Me këtë kanë abuzuar modernët, edhe artistët me abstrakt. Kanë abuzuar jashtëzakonisht shumë. Më ke pëlqyer sepse këto janë fjalë që do thoshte një arkitekt tamam që. Po ajo që është tani unë tani vetëm flas nga bytha, të them ndryshe. Jo, ashtu është vërtet. Njerëzit nuk e dinë masa nuk e dinë se çfarë bën. Nuk deri në momentin që e shohin, sepse është një gjë të bësh një kukull, e kupton, një kokasht me dy këmbë dhe dy duar, edhe pastaj e bën seri, është një tjetër gjë të bësh ndërtesë. E kupton? Se edhe evangelisht e keqe, kisha protestante në Frankfurt Oder, po të kesh parasysh. Ka ndër të tjera në ornamente sipër, ku kalon nga muri në kupol, një me der muhabetit, një murg duke bërë seks me një murgesh. Literalisht, stili missioneri. Mes të kishës është fiks në një cep. Por në për zotin lart.
Tani të tjera. Kush ka qenë ky Ivan që ka Tani Habin me sjet. ai lloja arkitekti atje e ka marrë kënaqësinë vet. E kupton? Ajo arkitekti Po ndoshta ka thënë që ngemajndje që Andaj nuk ka ishte grafiti asaj kohe, valla, e kupton? Edhe përveç asaj është hyrja fare tek pjesa e derës pa hyrë në sallë akoma, është një djalë i vogël, kështu si ai duket tamam si grafiti, kur ka bërë një fëmijë i vogël, domethënë është bërë me Jack Lopez, i kanë bërë këtë gjë, teste ata vëlliçe. Ku isha herë në fund me Klean para një viti e pam atje. Valla, kur e shikon, si që domethënë normalisht stili gotik ja atje brenda një përmbushje shpirtërore, akustika pasaj etj që bën çdo gjë edhe ku dëgjon. Edhe portokallin ta bësh atje duket e bukur. Kupton vetëm nga atmosfera që ti jep ajo si gjë. Dhe është shitur në një mënyrë aq të mirë ajo. Ke gjithë pjesën e xhamit, ajo është e bukur për 95%, por edhe për atë për 5%. Sa i 5% që e di ku është ajo. Ajo është e bukur objektive. E kupton? Sa ajo e përmbush çdo lloj dëshire të gjithë secilit që është aty. E kupton? Shumica që vjen tash, domethënë është mendoj që është gjëja më e bukur në botë. Që domethënë që atëherë ai mund të varri, nëse do ajo do ishte super e dukshme, sot njerëzit e duan. Domethënë që literalisht nuk e di se çfarë do duket e bukur, deri në momentin që e sheh vet, deri në momentin që e zbulon, kur e zbulon do duket e bukur. Dakord, kjo mund të vlej për një kohë caktuar, po gjërat që i kalojnë kohërat, do thënë që një kohë caktuar mund të jetë e bukur për shumicën e njerëzve, në një kohë tjetër nuk është më e bukur për shumicën e njerëzve, domethënë që s'ka më vlerë, sepse ka qenë e bukur në atë kohë. Po nuk e di, mund gjesh pafund po tani shiko, mobilet e komunizmit për shembull që po ja për shembull, ose kjo brutalizmi që po flisnim për shembull që brutalizmi është e bukur, po që ndoshta në atë kohë që u bë ishte moderne. Ishte moderne dhe mund të dukej e bukur shumicës njerëzve. Patjetër, po nuk është ma vlen për atë kohë. Po këtë kohë nuk është më e bukur. Duhet të ndaj. Domethënë nuk e pres me thik, këtu është. Po duhet ta presim pak me thik, ne jemi të detyruar sepse duhet të ndasojmë ndaj risisë, ë? Kënaqësisë që merr kur shikon diçka ndryshe, dhe kënaqësisë që merr kur shikon diçka të bukur. E kupton? Tash Mahali është i bukur, edhe pse është ndërtuar kur është ndërtuar. Ka përqen i bukur, edhe kur të po u zhduk ndonjëherë njerëzimi. I bukur por gjëra që rezistojnë kohës do thuash. I bukur por i pis. Tash marrë ta njëri që ulën aty. Kurse po na vësh re në strebi në Bullgari ka brutalizëm kështu sci-fi po thuaj se domethënë të çmendur fare, sidomos ajo që është si kërpull në Bullgari. Sepse ata kanë ecur më tutje, kanë bërë kultura me kanë bërë art në Vetëm vlera e saj sot është për të bërë filma në Star Wars të Dune. Po nuk po taket. Ose kjo, ICC-ja. Ose për të mbushur me grafik. ICC këtu. Për të mbushur me grafik. Kam bërë atë me atë si e ka. Dhe për ta që parkour. E kështu që të vlerë ka. Ama në Malta janë xhiruar me qindra filma. Në Itali pafund, në Kroaci për gjysma e Game of Thronesit. Sepse ajo që është ka qenë e bukur, do jetë e bukur plak deri në fund të njerëzimit. E kemi në kodën, e gjen. Prandaj janë të bukura gjithmonë. Prandaj njerëzit rinë rrugën në Itali, nuk rinë rrugën njerëzit në New York. New York do bësh një foto, do vesh në Times Square, ikë valla. Mbaroi New York. Aq ishte e bukur për mua, në xhir shon kur me buçi nuk do të lodhen se më shkruan buçi që gjitha valla. Flet dhe për mua. E shikoj. Ne sa folim me gojën tonë. Oh, mërgjohemi kështu, gjatë. Mërgjim. Jo, unë kam thënë më kështu treshe brazilianëve. Për të bukurën. Për të bukurat. Tani le të flasim për bishën. Cilën lloj bishë në flet? La bestia. Bisha është egoizmi i njerëzve. Sepse unë mendoj që vërtet e ralo që e vetmi arsye që ne shesim këto gjëra që shesim sot një banane të ngjitur me një duct tape është egoizmi. Është egoizmi, e kupton? Egoizmi që ti thua që po ky 5% mendon që për shkak se unë e pëlqej këtë, kjo duhet të ketë vlerë për gjithë secilin nga juve. Tani kam si të plesa ai kush rrim nga Guayaquil. Çu ti pasoj ca para? Po, ti ble këtë bananën ti filanin. E ta ha. Binarin ja ble aty ja shita ti tjetër. Jam dakord me ty, po kjo është gjë tjetër. Po, edhe ta hajë edhe dëgjoj atë që bleu bananën në ai kinez. Manzonit edhe hëngri. Edhe ajo është një lloj ironizimi dhe sarkazme me këtë lloj arti që thot Leoni. Jam dakord me ty në këtë pjesë, po kjo pak a shumë, kjo domethënë që përfaqësohet nga banania, ky lloj arti përfaqësohet nga banania,
e ka shpjegimin njësoj që ka brutalizmi, domethënë brutalizmi vjen për arsyeën e një kohë të mbushur me luftra dhe me trauma dhe me tjerë. Po jo të njëjtin. Kurse ky lloj arti mund vi dhe ky është një lloj shprehje, çdo art është një lloj shprehje e shpirtit njerëzor në ato momente. E pa shpirtin. Dakor. Mungesë shpirtit. Mund të jetë shprehje e apatisë, e mungesës së frymëzimit, mund të jetë shprehje e konsumizmit. Njëre një kohë kur s'kishin frymëzim nuk bënin ata. Këta edhe s'kan edhe bëjnë ata. Po dakor, do të bëjnë që s'kan frymëzim. Jo, ne po themi që do të kalojmë çik nivel më kështu, do ta lexojmë kështu. Do thënë, arti i një shoqërie tregon nivelin shpirtëror të asaj shoqërie. Në këtë rast, ky lloj arti tregon nivelin shoqërisë, do thënë ku ka rënë shoqëria në aspektin e frymëzimit edhe të kreativitetit. E kupton? Do thënë, unë e shikoj si një lloj, si i thon, një pikë dekadence që pasi dekadence ka një lloj rritje. Po kjo është, thash duhet të prekim fundin që në të ringrim. Po këtë po them, do thënë duhen këto pikat që të ketë nuk mund të jesh gjithkohon lart. E di pse nuk mund të jesh gjithkohon lart. Është natyra. Siç je gjithkohon lart, nuk e di që je lart. Jo, duhet pse do të bjerë në fund, po them. Pse nuk mund të bien deri në mes edhe të ngjiten një. Pse duhet të bim se s'bën në fund. Po ndoshta nuk kanë. Pse kemi kaq shumë amnezinë. Po ndoshta nuk kanë fund, ndoshta janë mes. Edhe ti nuk e di. E kupton? Okej, mos na fut në përshtatje po. Po dignash ndonëse. Më ke se kaq. Jo, ti po them që mund mos jesh në fund sepse ke edhe gjëra të mira që bën. Ke shumë gjëra të mira që bën. Njerëzor për mendimin tim. Shiko, gotika në kuptimin tim ka qenë të kuptimin e kam dëgjuar nga dikush. Është një lloj ndjenje e gotëve visigotëve gjermanikëve, domethënë për të ndjerë të barazvlefshëm me mesdhetarët. Me Rom e to tjerë. Domethënë normalisht kjo diçka është e bazuar në koncepte mesdhetare, domethënë, por është ndërtuar në mënyrën siç ndërtohen Longhouses, që ndërtonin në Schwarzwald para se të pushtoj etj. Edhe është një para kësaj klasike. Romakët thon kemi probleme me pillin dhe na bretin pillin komplet. Romakët e çdo gjë që ngritën pse grekët janë kështu janë ashtu, thonë kanë bërë, ka funksionuar, kulturë e mirë etj. Rilindja kur erdhi domethënë e njëjta ide ishte domethënë, sepse kjo është një gjë kaq e mirë, ka këtë e romantizuan vetë, e bën vetë. Mbase edhe me të bukur se po ishte manifestim, ishte kënaqësia e tyre shpirtërore dhe duke nderuar vetë dhe ata i quanin paraardhës, që edhe mund mos ishin. Po kjo nuk ka shumë rëndësi. I çojnë ata që të krijojnë një farë lloji respekti për veten e tyre, domethënë ta bënin çdo gjë me një mesazh më të madh, domethënë. Arsyeja pse të gjitha objektet e kultit deri vonë, domethënë, bëheshin në një mënyrë të tillë që ti të ndihesh sigurisht në një vend hyjnor. Akustika për kisha, sidomos gotike për shembull, se bazilikat edhe në Greqi dhe në Itali janë goxha të mira, domethënë, po akustika e kishave gotike është, domethënë, spektakolare, duke vërtet sikur po flet me Zotin. Dëgjuar ajo organo e madh ajo. Po çonduri. Çonduri. Ajo domi në Magdeburg për shembull ishte gjigant. Ishte protestant, ishte e zhveshur, kështu se ata janë brutalistë tek Krishterimi. Po sa rro Francën. Kam qenë në Francë. Ne do të nata. Keni qenë në Notre Dame para se të mbetej flak? Jo. Aty është vërtet një nga kishat më të bukura gotike që ekziston. I always like my French burning though. Pse? Edhe aty vjen akustika, po dhe unë francez. Ti më thot po francezët janë fillua racizëm ato. Nuk janë racist por. Po shqisplej. Notre Dame është fantastike dhe aty ndihet akustika dhe edhe ajo ndjesia është sikur ti vërtet je duke folur me Zotin, është jashtëzakonshme. Edhe diçka tjetër buzhi është që është karakteristike e kishave gotike në përgjithësi nga që janë shumë të larta, është dhe shumë e vështirë që ti ngrohesh. Edhe kanë një high slice, ka një temperaturë shumë të ulët, shumë edhe është një ftomë të mëshme në për kisha gotike. Dhe kjo është një tjetër tregues e fjalë gati spiritual që ti ndihen më tepër atë. Po patjetër. Kisha gotike dhe sidomos me këto të mëdha, domethënë po si ndrezë fare. Kjo në Magdeburg ishte goxha e mirë, por ky kam qenë edhe në të tjera, domethënë që ka qenë kështu what the fuck fare.
atë që ne sot domethënë themi që kjo bëhet po do shumë lek domethënë ti ke kolona që mund vjen 45 metra kolona pas një vina mbaj vetëm mbuluar me kupol sipër pas që është poshtë komplet. Po sepse struktura praktike ka nga jashtë. E pra, e bën nga njerëz të pashkolluar, që anin buk me qep. Të mos e thuaj ti pashkolluar, se ajo ka pas maestrancë, ka pas mjeshtritje as inxhinier, po themi, Rano ka qenë një arkitekt që i shkreti hante, pinte, flinte, dhiste atje, domethënë e kishte fëmijën e vet. Gaudí ke fjalën. Hë? Për Gaudin e ke fjalën. Jo, për çdo arkitekt që ka bërë ato. Nëse edhe Gaudí hante, isha nuk i ka bërë në çdo fshat dhe çdo qytet nuk ka bërë një person nga ai qytet, ka qenë një person, një po themi arkitekt i kishës që i ka bërë të gjitha ose një pjesë të madhe të kishave, nuk se janë centrale, nuk janë bërë lokale. Normalisht, po ai arkitekti në dyra aty rinte. Të gjithkohës, ishte ai ishte fëmia i vet. Sepse janë këto janë të dimensionie, që janë të mbi dimensionuara gjithsesi domethënë. Shiko, ne mund të bëjmë një kishë bëjnë gotike me gjysmën e materialit, nuk diskutohet, e kupton. Po ideja nuk ka një karakter, është pra të flasim në gjithkohës. Ma duhet të thënë që objektet e kultit në përgjithësi, tani po flas për kishat, po flas për gjithë botën, edhe gjithë to knazi për shkak objektet e kultit janë gjithmonë shumë të veçanta. Madhështor, po. Më thënë janë në çdo vend, po shikosh objektet e kultit, çdo lloj feje, kulture që ti domethënë janë fantastike. Po sepse janë gjithmonë gjë e parë që duhet të shikosh kur shkon në një vend një objekt e kultit. Ato që ka bërë njeriu për fen nuk e ka bërë për asnjë gjë. Po pra, sepse ai njeriu lidh me Zotin, është lidhja ti me Zotin ai. Domethënë mbi ato që ai bën për të jetuar, për të shkuar në shkollë etj. Madje ajo është domethënë kulmi i kreativitetit të tij ose të artit që ka bërë. Edhe kjo është thjeshtëzuar me kalimin e kohës, sepse po të shikosh, shumë një kishë bëhet sot, nuk është më aq mbi nivelin e çdo gjë tjetër që bëhej, siç ishte atëherë, domethënë shtëpitë ishin shumë thjeshta, një kishë ishte po themi 10 nivele mbi ato. Ai ndodhe kundërta, sidomos domethënë protestantë ose evangjeliket këtu domethënë kanë një lloj çështjetë me më çfarë manie. Ka një lloj manie domethënë që një lloj me më thonë zhveshin nuk plotësohet për nazizmi e ka brenda këtë pjesën që domethënë që çdo lloj objekti kulti, çdo lloj gjë domethënë është e gabuar ti e ke lidhën të drejtë për drejtë jetë me Zotin. Kjo përkthehet direkt edhe në kisha, ka pasur kisha për shembull që kanë qenë në Kotbus ose në Lybenau ose në Kotbus kur ishim, ishte një kishë kishte qenë katolikën përpara e ishte bërë protestant më vonë, ishin suvatuar. Luterianizëm. E pra, protestant në evangelikë një gjë. Një futën në llaçin, ha? E kishin suvatuar. E kupton? Nuk e kishin bërë më vonë. Po, mbasi që kishin thyer në evangelikën suvatuar sepse pikturat të përshëndronin gjasmë. Çaj, e kupton sa është si komunizmi ose si Saliu që po thoshin përpara podcast. Se kjo pastaj futet pjesa. Me çek të bardhë, e kupton që ti prishim të gjitha se kjo është ndarje fetare pastaj që është gjë tjetër po që. Jo, më kjo gjë më njerëzor, siç është feja, feja njerëzore, çdo ti është për veten. Kishte rënë tash para. Për arkitekturën kemi tamam, episod për arkitekturën. Tamam. Jo, jemi ndaj vën muti i ndiz. Okej, se ta mbyllim që të bëjmë shumë për shefin ton pse. Kishte rënë, thoshte ajo teta atje. Ishte shumë e mirë teta. Ishte shumë e lezetshme. Edhe thoshte që para një viti e gjysmë, tha, në momentin kur ta mundoheshin që të e shtytën lëvizje domethënë nga këto gjëra, kishte rënë suvaje domethënë. Aty kishte dalë plako kolona, një super afres këto e thon të ku dëgjon të shenjtorëve etj, domethënë që ky është krim plak, domethënë. Ty zoti Bekov mbaj bezimin ashtu siç e ke domethënë, po të suvatosh një punë ku me persona kanë literalisht i dhënë jo vetëm orë, po ditë, muaj, nga jeta e tyre. Është kriminal. Apo. Jo, të vesh të bësh diçka tani, thashë po jo, unë për idealet e mia unë do të vëdaj. Se kjo mohabet nuk flet më baron bosh. Kjo është e the fikse si
si muhabeti i Saliut me Ramën, Zoruziç ai ishte ajo. Pikërisht. Për inate personale. E prishim e nxjerrim. Ai shqipoi e heqë vati. Nuk mbaron sepse ajo që po vinte në mendje mua ishte periudha e ISIS-it në Siri. Edhe në Iran që kanë. Po për te asaj, po që edhe në Siri. Po në Siri që kanë prishur shumë. Kanë shkatruar qytete mijëra vjeçare nga qytetet më të vjetra në botë. Që kanë patur një cilësi arkitekturore dhe një cilësi artistike të jashtëzakonshme. Edhe kjo ka qenë. Po tashi çiko. Unë jam çiko kujdesëm kur vetëm thua se ka pjesë e botës, domethënë se sidomos njerëzit që janë fanë se asaj pjesës së botës janë goxha të ndjeshëm. Edhe shumicën e kohës edhe të paditur, domethënë që nuk e di është faji tyre apo jo, e kanë bërë me zgjedhje apo jo. Jo çdo njeri është e fashtu, po ta vësh re dhe gjëja më e keqe fare që ka ndodhur, domethënë dhe në Perëndim kjo është harruar. E mban mend ato ditët e para Eralo kur kemi parë ato videot që thyeshin, sa thuhet? Sa çmenduri është bërë në botë që po, por prishin tokët në nxjerrim nga kjo, do nxjerrim nga ajo. Nuk ka, s'keni hoq ndonjë, nuk ka më shpresë një tek ai. Një gjë ka ndodhur në Europë me fjalë midis protestantizmit dhe fjalë epokën luteriane, kupton? Ka ndodhur në Europë ajo gjë. Por kjo jo në atë mënyrë. Po në fakt më mirë. Por në fakt kjo që thua ti që edhe më erdhi si flesh në mendje, është pikërisht shkatrimi i qyteteve në fjalë Damasku apo Alepo apo këto që kanë në Damask për shembull ka është shkatruar, ka qenë një kryevepër arkitekturore dhe inxhinierike që ka qenë një me fjalë merkatua, marketi ose pazari i hapur, i freskuar me fjalë më genial në botë që ka ekzistuar, sepse ato vende kanë qenë në fjalë vende të thata dhe vende shumë nxehta, por këta e kishin ndërtuar në një mënyrë të tillë që merrte fjalë erën që nga rrethonte edhe kanalizonte erën nëpër tunele apo nëpër tyta nëpër ku ta diun për të freskuar komplet edhe këndat e gjërat edhe më thënë kur të mendosh një gjë e tillë është shkatruar, është shumë për ta ndërtuar. Jo për të bërë kështu si mendim apo si piti bukur tash domethënë, pa atë periudhë kam përjetuar shumë sepse un kam qenë edhe për shejtan. Kam qenë në një periudhë që po isha duke lexuar për atë lloj kulture, domethënë, po jo vetëm për zoroastrianët, domethënë në vonë të tjerë, pjesën iraniane, gjitha këto statua, domethënë, po edhe përpara, domethënë se aty ka qenë asirian, që është më parë më vonë ka pasur edhe kalime hitite e tjera që lidhet drejt për drejt pastaj me simbolikën shqiptare sepse si nga e marrin kulturat ata që marrin, domethënë që ku ka lindur një simbol I parë që shqiptarët aty krenare që dokumentuar e parë nga hititët të qysh. Kolosalisht përpara ilirëve e tjerë, domethënë. Unë shikoj ato disa nga ata luana që ishin duke u thyer domethënë kolona edhe një nga ato pakat ku ishin shqipojnë dy krenare hitite atje. Domethënë janë ndier shumë keq plak. Kur sidomos për zbuloni që unë janë si kalama me lëpirë se kështu domethënë kur I ke në dorë e ta merr njëri domethënë e fillon të çan unë në atë moment isha duke zbuluar duke hyrë në detaje domethënë që pse janë gjërat edhe ti shikon që shihni këta po I presin. Tani mendoja çfarë mund të ndihesh ti ato lloj momente për ata lloj individësh. Po që nëse ka ishte për sot ato që kemi për të thënë me fjalë brapa skenave do I shprehim tani edhe nuk duam që ta fliqim më dojan për këta gjëra. Do ta fliqim goren herë tjetër. Po gjithsesi juve në Patreona duhen 1000 euro nga 1000 veta për të blerë një pallat në të Kështjellar në Itali. Mund të rrini një natë. Një natë. S'ka gjë, do bëjmë shkuma party kur të vini. Deri herën tjetër miq të dashur, bashkë në pafshim. Ciao.